Shiko, sot është 25 vjetor, është dita e lindjes së Krishtit. Mbrëmje ishte mesha e shenjtë tek katedrale, fantasia ishte shumë të ri, edhe sot është dita e lindjes së Krishtit, pa njerëz të festojnë për shtëpi me njerëz me takën në radhë. Të them diçka që lidhet me një rit të lashtë. Shiko, nga njëherë në për evente të ndryshme, kulturore, trashëgimore të radhë, shpeshherë ne një ditën e orientojmë mbasi jo në atë që duhet orientuar realisht. Nuk është thjesht çështja e kushtes, bëmave të mëdha, historisë të mëdha. Është diçka më thjesht, sidomos të cilat përfaqësojnë një ditë. Për shembull, ne kemi ritin e buzëmit bujar, një nga rritet më të lashta pagane që lidhet me Ilirinë. Një dita dihet e njohur për fisin Ilir Piruz. Është një rit shumë interesant që lidhet pikërisht me dhjetorin. Nisë me dhjetorin, pra ka përcylli në atë moment kur dita fillon të marrë natës. Në këtë rast, riti i buzët bujar bëhet në mënyrë më fantastike që ka lidhje me provimtarinë. Është një lloj riti që lidhet me tokën, lidhet me trashëgiminë që ka të bëjë me popullin e këtyre zona që përmenda, sidomos që nga Dugagjini, Marsia Madhe, Mirdita, zona Nika i Mërturit. Ndaj unë do t'ja u sugjeroja që shpeshherë këto gjëra, këto rite të mrekullueshme ne t'i sillim nëpër eventet. Gjithsesi unë do të sjell një që është bërë në zonën e Dugagjinit, pikërisht një rit për buzën bujar. Është një gjë fantastike, edhe ta sill edhe si përshëndetje sot, por edhe si mësim për kulturologë e ndryshëm, sepse e thash edhe herë, eventet duhet lidhen me rritet e mbjetesës sot, sepse kanë mbjetuar populli, edhe Mirdita ka mbjetuar fisi i Iliri Piruzëve, pra i Ilirëve tonë të lashtë, ka mbjetuar me stërvitin, në ndishtë. Edhe i marrin të të duhet me rave në arë, po kene ka dullet e që kanë dalë të pramu të të shumë i dobishme, shumë gjithë të përfen. O këtëve moti marrë, gjithë ka marrë ta. Shqire ta është kjo rindesë 12 muaj, këto hishen, si janë kanë lidhë, këto kanë. Qa ka bën? Pe prej se s'bën. Ja, bën. Po s'bën? Po ka me bën? Po mirë pe la pra dhe si mjetë, po në mos bën si mjetë, kom me prej se i djetë. Kryje Krishtit. Këta i kajti me dorë,